Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë, dashur miq, ndalem në këto momente për të folur rreth një zhvillimi të madh i cili ka tronditur sërish lindjen e mesme. Mbrëm kemi folur për mundësinë e një armë pushimi apo të një marrëveshje dhe kemi folur për gjithë skenaret të cilët mund të ishin duke u diskutuar në tërvez, një mundësi marrëveshje, një mundësi diskutimi ndërmjet Donald Trumpit dhe Iranit, por me sa duket gjithçka është hedhur në erë, ka fluturuar në erë. Stacioni i energjisë elektrike në Bushehr të Iranit, gjithashtu edhe në Khurramshahr. Janë dy stacionet mëdha që janë goditur nga Izraeli mbrëmjen e mbrëmshme dhe ka patur një kundërpërgjigje të fortë të menjëhershme të Iranit me 7 valë raketash balistike të cilat kanë hedhur 3 pallate brenda në zemër të Tel Avivit. Përse qëndrojmë këtu, qëndrojmë sepse ju a kam thënë çdo ditë se kjo do të jetë drejt për së drejtje e lidhur me atë që do të ndodhë në Ballkan nesër, me atë që do të ndodhë në Europë pas nesër, me atë që do të ndodhë në rajonin tonë dhe shumë pranë nesh. Ajo që kemi folur është se ishim shumë pranë një marrëveshje, por nga ana tjetër dihej qartë. Dhe e kemi folur edhe këtë që do të jetë shumë e vështirë që Izraeli të pranojë që të ketë një marrëveshje apo një afrimitet të Amerikës me Iranin, apo dhe mundësi të vogël për të shkuar përpara dhe për të hapur bisedimet. Është hedhur në erë mbrëmra, është goditur fort Irani tek ato që ata i kanë quajtur në Teheran si vijat e kuqe të Iranit. Dhe tashmë, pas një diskutim, ajo që mund të pritet është se Irani do të vazhdojë të godasë edhe në vendet e gjirit, atje ku ka folur se do të jemi në target të drejt për drejt edhe interesat amerikane, por edhe stacionet e energjisë atje, por edhe të naftës. Ndërkohë ka ndodhur një shpërthim i madh në Texas të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rafineria Warlo është hedhur në erë, ka patur një shpërthim të madh në Texas dhe është duke u menduar edhe atje se çfarë është duke ndodhur, pra po në Amerikë a ka goditur Irani apo ka goditur shërbimet të tjera sekrete të cilat dëshirojnë që Amerika të mos ndalet së përplasuri me Iranin. Ndërkohë, në të njëjtin moment, Irani ka kthyer një përgjigje shumë të fortë brenda Izraelit me 7 valë raketash të cilat janë drejtuar në drejtim të zemrës së Tel Avivit dhe kanë rënë 3 pallate me pamje të ngjashme me pamjet e Gazës. Ka shkuar në 150 numri të plagosurve në Izrael, pra gjatë gjithë kësaj historie, dhe me sa duket edhe Izraeli e ka bërë njoftimin se nuk ka për të ndalur bombardimin, nuk ka për të ndalur lufta, dhe me sa duket në Tel Aviv është marrë vendimi që të shkohet drejt një bombardimi të mëtejshëm të Iranit, dhe Irani ka kthyer përgjigje se do të bëjë gjithçka dhe mundet të kërcënojë seriozisht pra hedhjen në erë të rajonit të lindjes së mesme. Çfarë është duke ndodhur tjetër është ky shpërthim i befasishëm në rafinerinë e Texasit në Warlo. Është duke u studiuar situata dhe ka hamendësime nga më të ndryshmet se kush mund të jetë arsyeja e shpërthimit, a ka sabotim nga brenda, a ka shërbime tuaja sekrete, a është Irani, apo janë rryma pranë linjës së mbretërore iraniane, të cilët janë gjithashtu edhe ata në të njëjtën linjë me Izraelin, pasi mezi janë duke pritur që të bjerë regjimin e Iran dhe të rikonfigurohet loja politike e Iranit. Pra, të gjitha linjat të cilat nuk janë të interesuara që të ketë një marrëveshje ndërmjet Amerikës dhe Iranit mund të kenë qenë pas shpërthimit të Texasit, shpërthim i cili me sa duket do t'i ngatërojë sërish të gjitha ekuacionet këtu në lindjen e mesme, mund të ngatërojë sërish edhe itinerarin e bisedimeve. Me sa duket, Trump vazhdon të ndjek linjën e goditjes dhe bombardimit masiv, ndërkohë që është duke komunikuar në biseda apo në kanale të komunikimit sekret. Kjo sepse
është rritur dhe vazhdon të rritet presioni brenda Amerikës. Amerikanët nuk po e durojnë më dot rritjen e befasishme të çmimit të naftës atje, nuk po e durojnë më dot këto që është duke ndodhur në lindjen e mesme, pasi po ndikohen drejt për së drejti jetët e tyre, dhe ata nuk janë si shqiptarët, të cilët mund t'ia çosh edhe 5.000 lek litrin e naftës dhe vazhdojnë të dalin çëtisin sikur nuk ka ndodhur asgjë, sepse ne besojmë, ne jemi nga ata popull të cilët besojmë se fati ynë i rën nga qielli janë qeverit, nuk kemi kulturë demokratike, nuk kemi kulturën e revoltës, kemi qenë një popull vazhdimisht i shtypur, një popull vazhdimisht i dhunuar, i poshtruar, i mbajtur me këpucë, me hekur, me frikë, me dhunë, dhe të gjitha këto trauma ne i kemi trashëguar sot tek nënshtresat e vetdijes tonë, tek nënshtresat e kulturës tonë, e vetdijes tonë kulturore si popull. Ndaj edhe Amerika reagon, Amerika të nxjerr syt, në qoftë se rritet galoni i naftës me 50 cent, me $1, me $2, këtu mund të shkoj sa të duj, këtu mund të ndodhë gjithçka. Dhe ky është ndryshimi mes nesh dhe popujve të tjerë të botës. Këtu është problemi jonë, ky është halli ynë më i madh. Nuk është vetëm qeveria halli ynë i madh. Halli ynë i madh është identiteti ynë kulturor, identiteti ynë politik, natyra se si ne reagojmë me ngjarjet, natyra se si ne e perceptojmë lajmin, natyra se si ne ndërveprojmë me fatkeqësinë, me ngjarjen politike. Ne besojmë se ne s'duhet merremi me politikë, ne besojmë se nuk duhet merresh me qeverinë, se është e rrezikshme. Madje edhe fjalët e tona të urta popullore janë nuk luhet me zjarrin, me ujin dhe me qeverinë. Janë të trashëguara, ndërkohë qeveritë duhet të jenë shërbëtorët e popujve. Pra, kjo që po ndodh në lindjen e mesme është diçka e cila na tregon qartësisht se lufta dhe kriza do të vazhdojnë të na ndjekin për sa kohë ka një plan të qartë në Tel Aviv për të shkuar drejt një shkatërimi total të Iranit, pasi çdo lloj përfundimi pa ndryshim regjimi apo pa atë që quhet regime change, duket qartë që do t'i bëjë marrëdhëniet dhe situatat jashtëzakonisht komplikuara edhe për Izraelin, edhe për Iranin, edhe për amerikanët, edhe për arabët, edhe për turqit. Ajo që duket qartësisht është se kupola e planetit, të cilët marrin vendimet në këtë moment të ri të botës që do të përcaktohet rendi i ri botror, janë ende në luftë me njëri tjetrin. Dhe kjo luftë do të reflektohet në terren, do të reflektohet me këto shpërthime të jashtëzakonshme, nëse shpërthimet vazhdojnë sërish brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të thotë që përplasja në kupolën e botës, në bordin drejtues të planetit, është shumë e fortë dhe shumë e përgjakshme, dhe kjo do të thotë që shërbimet të tjera sekrete, të dukshme dhe të padukshme, do të vazhdojnë të godasin brenda Amerikës në mënyrë që Amerika të jetë gjithkohës në tension dhe të ketë justifikim për të vazhduar luftën me Iranin. Këto janë rrymat pranë mbretërorëve të Iranit, të cilat janë brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk përjashtohen qelizat e fjetura të Iranit brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk përjashtohen celulat të ngritura nëpërmjet njerëzve të Iranit, të cilat kanë mundësi nëpërmjet të linjave të tyre të zgjatura në Venezuela, në Kubë, në Kolumbi, në Amerikën Latine, të veprojnë në mënyrë ilegale në territorin amerikan, ku mund të shkojnë ilegalisht ose nga Meksika, ose nga Kalifornia ose nga Florida. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet tashmë është se çdo lloj njoftimi për paqe apo për luftë nuk duhet marrë seriozisht, në kuptimin që asgjë nuk është definitive. Siç ju a kemi thënë mbrëm, siç ju a kemi thënë çdo natë, çdo njoftim i Trumpit për paqe apo për luftë nuk është definitiv, sepse nën dheu është duke zirë, nën toka është duke zirë. Dhe ajo që ka ndodhur dje për 24 orë në Iran nuk ishte një marrëveshje e paqes, as ishte fillimi i një marrëveshje të paqes, por ishte një transferim i përkohshëm i luftës nga Irani drejt Rusisë, ndërkohë që e gjithë bota i ka syt në Teheran, në lindjen e mesme, në konfliktin amerikano-izraelito-iranian dhe në reagimin e vendeve të Gjirit Persik. Ajo që është duke ndodhur mbrëm
ka qenë një super bombardim që është bërë brenda territorit të Rusisë, si një mesazh nga Donald Trumpi për Vladimir Putinin se edhe Rusia nuk do të lë pa paguar faturat e qëndrimeve të saj apo të lojës së saj që është duke bërë në të gjitha rajonet. Mediat nuk e kanë cekur, as nuk e kanë prekur në përgjithësi, por ka ndodhur një mega goditje amerikane dhe Ukrainës në brendësi të territorit të Rusisë vetëm 24 orë më parë, dhe ndërkohë që e gjithë bota ishte duke menduar se jemi duke shkuar drejt një marrëveshje paqe, apo diskutimi, apo hapjen e dialogut ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve, amerikanët i dhanë një super goditje Vladimir Putinit për t'i treguar atij se akoma nuk i kanë mbyllur hesapet, ndërkohë që NATO ndjek me kujdes çfarë po luhet, ndjek me kujdes lojën pa u përfshirë drejt për së drejti. Europa është duke ndjekur gjithashtu. Lojtarët e Tiranës janë duke lëvizur me shpejtësi për të bërë merremetimet e fundit të kushtetutës së re. Rama ka takuar ministra veç e veç, ministrin e Brendshëm dhe ministrin e Drejtësisë, është duke përgatitur për ndryshimin e kushtetutës në Shqipëri. Janë duke bërë ndryshime strukturore, radikale në Shqipëri, për të bërë gati për rendin e ri botror që do të vi dhe për planin që ai ka në kokën e tij për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sonte në darkë në orën 21, unë do të jem live për t'i folur të gjitha këto detaje në mënyrën më të zgjeruar. Kisha dëshirë tashmë të qëndroj dhe të ndaloj përballë jush, ta bëjmë këtë shpjegim në disa minuta në mesditë, siç e kemi zakonin ton. Sot jemi me 24 mars 2026 dhe në darkë do të jem në transmetimin live pra nga zyra, ku do të flasim për gjitha këto zhvillime në mënyrën e tyre më zgjeruar dhe për minutat e fundit, zhvillimet e minutave të fundit, me gjitha detajet e tyre që janë duke ndodhur. Ju përshëndes të gjithëve, unë jam i angazhuar gjatë gjithë ditës sot, do të kem një ngarkesë të pazakont, por unë do të përpiqem me çdo kusht që në orën 21, si gjithmonë të jem live, gjithmonë të kanali Kreshnik Osmani këtu në YouTube. Çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve këto video, njoftojeni, mbështeteni kanalin duke i bërë like, share, subscribe dhe shtypni butonin zile që të njoftoheni për gjitha videot e ardhshme. Zhvillimet do të jenë shumë interesante dhe shumë të mëdha do të jenë edhe këtu në Shqipëri, po bëhen gati ndryshime të mëdha. Unë do të jem për t'i dekriptuar si gjithmonë, si çdo natë, në 21 live në mbrëmje nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Miru dëgjofshim atje.